Përshëndetje. Jemi në puntatën e dytë të ciklit me njerëzit. Tema për sot është madhështia e Zotit. Personalisht nuk preferoj të bëndoj koment. Ato do lë të ftuarve të mi sotëm, teologut të njohur Elvis Naçi dhe doktor Arqile Bodi. I pres. Mirë se erdhët, doktor Arqileja. Edhe në një mision fetar që unë kam luftuar që në kohën e Hoxhës për këtë punë. Kam mbrojtur anën fetare. Në kohën e një luftë antifetare të egër, që ka bërë Enver Hoxha e grupi vetë. Ju po bëni vetë prezantimin tuaj. Dhe prezantimi do ishte i tepërt për doktor Arqile Bodin. Dhe siç e thash në fillim të emisionit, unë nuk do preferoj të bëj shumë komente. Do ja le fjalën më njëherë doktor Arqiles. Një pyetje e thjeshtë. A është i vështirë konstatimi i madhështisë së Zotit? Dhe si mund të arrihet, cilat janë rrugët që mund të arrihet konstatimi? Ka tre rrugë që tregohet madhështia e Zotit të njeriu. E para është rruga logjike, e dyta është rruga emocionale, domethënë dihet në zemër, edhe siç dihet profetët, revelatat i kanë marrë nëpërmjet vahjeve me anë të zemrës. Ka një rrugë tjetër nëpërmjet veprave që shef në natyrë, ajo që quhet natyrë, që është vepra e krijimit të Zotit. Madhështia e Zotit është e tillë se është unitar, domethënë nuk mund të ketë shok Zoti. Një njeri fetar i mirëfill duhet pranojë unitetin që Zoti është një, nuk mund të ketë shok. Një njeri që mbron një fe monoteiste. Pra nuk mund të ketë shok që do thotë nuk mund të jenë dy. Nuk mund të jenë dy ose më shumë, po është një dhe i vetëm. Marrë një argument të thjeshtë, nëse do kishte shumë zota, do kishin çrregullim në gjithësi, se dy zota do luftonin me njëri tjetrin, edhe nuk kishte një unitet. Ka një unitet në krijim. Këtu do të shtoj që në filozofi të sotshme, duke filluar që nga Hegeli, që i afrohet, që thotë që ideja është primare. Domethënë edhe në Kur'an, edhe në libra të tjera fetare thotë që krijimi i Zotit që është krijues, ka krijuar gjithçka, do të thotë që e ka ideuar, domethënë ideja është primare, që ka menduar edhe është krijuar. Domethënë materia është produkt i idesë së Zotit. Pra ideja është primare. Disa na thonë që materializmi që jo materia është primare, që nga Lenini e të tjerë. Si hidhet poshtë kjo? Shumë thjesht. Unë e bëj një gjë apo e mendoj me përpara. Unë e mendoj një gjë, pastaj e bëj. Domethënë është absurditet. Unë që ta pranosh materien, unë kam bërë, pastaj e mendoj. Domethënë çdo gjë, çdo veprim, çdo e mendoj përpara, pastaj e bëj. Kudo një vepër, një ndërtesë, siç e kemi këtë ndërtesën këtu, pra primare është ideja. E dyta e punës është që Zoti është jashtë kohë dhe hapësire. Domethënë unë do ta trajtoj një çik nga ana e fizikës sot, sepse sot ka shkencëtar, edhe ekziston një ide që sikur feja ka qenë obskurantizëm, se kështu thoshte Enver Hoxha, për zakonin prapanike, ai s'ka pas iden, ishte një ignorant, marr guximin që ta them në këtë fushë. Pra, shkenca moderne mbron idealizmi, për shembull teoria kuantike e Max Planckut, edhe fizika moderne hedh poshtë materializmi. Si hedh poshtë?
Marim një shembull, një materialist do me thotë mua që ligji shkaktësisë, Zoti ka krijuar njeriu, ka krijuar gjithësinë, që është në harmoni. Se po të mos ishte në harmoni, do bini një, do shkatërojë së toka, që prash në harmoni. Janë forca fizike që mbajnë stabil gjithësinë. Mund të bëj një pyetje, kush e ka krijuar Zoti? Edhe, domethënë, thotë që është krijuar gjithësia nga Zoti, por kush e ka krijuar Zotin? Unë jap një përgjigje të thjeshtë dhe të saktë, në bazë fizikës. Në bazë të fizikës, po zgjatën pap, ko është e rëndësishme kjo, në këtë botë dimensionale që jemi brenda kohës dhe hapësirës, ekziston ligji shkaktësisë, s'është koha. Kur specia lëvizjes rritet, arrim në një pikë 300 km në sekond, që koha ndalon edhe masa kthehet në infinit, në bazë të teorisë së relativitetit. Atëherë, nëse pranojmë neve që materia është pafund, si thot Lenini, duhet dhe specia të jetë pafund. Pra ka speci mbi 300.000 km në sekond. Atëherë në këtë speci 300 km zhduket koha, nuk kemi kohë. Atëherë kur s'kemi kohë, s'ka ligj shkaktësie, kështu që Zoti është vetë ekzistencë. Kështu që ai është ignorant dhe shikon vetëm në aspektin e kohës hapësirës të dimensionale që jemi ne. Ka dimensione të tjera, fizika moderne thotë ka 26 dimensione të tjera. Kështu që ne shohim atë që shohim ne këtu, jemi shumë shkurt, ai që thotë kështu në mendim. Zoti është vetë ekzistencë. Duke qenë vetë ekzistencë, atëherë ai është prima që ka krijuar të gjitha, ai është primar, nuk ka shkak. Çudi ju e shpjegoni shkencërisht, por thuhet rëndom që feja është kundër shkencës, si ka vënë në dy fronte të kundërta. As pak, unë do të citoj Max Planckun, që është themeluesi i teorisë kuantike. Midis shkencës edhe fesë nuk ka kundërthënie sot. Shkencëtarët e mëdhej, si Kepleri, si Newtoni, si Max Planck, si disa shkencëtarë të tjerë, që janë koka astronomike, edhe fizike, edhe Johan Kepleri kryesisht, ka qenë besimtar të fotë, sepse nuk mund gjithmonë kur janë bërë zbulime, janë bërë me frymëzim. Për shembull, Faraday, që ishte në fizik, ai s'ka qenë me shkollë për fizik, ai ka ardhur me frymëzim. Me fjalë të tjera, inspirohen nga Zoti. Pra shkenca me fe nuk mund të jetë kundër njëra tjetrës, aq më tepër që teoria kuantike pranon që nuk mund të përcaktojmë një elektron ku lëviz. Domethënë, aty zhduket materia korpuskulare, kalojnë valët, pastaj domethënë është një gjë pa përcaktuar, Heisenbergu hedh pas materializmit. Po si erdhi kjo ndarjes spekulative midis shkencës dhe fesë? Sepse kjo ka ardhur për arsye se mendimi im është që një pjesë e madhe e klerit janë mbarë vetëm me ceremoni e nuk kanë pas të argumentojnë dogmatikisht. Sidomos nga shekulli 19 kur dollën këto teoritë të Darwinit, të Marxit, edhe të Gjermanit që ishte Ernest Haeckel, që thoshte njeriu është makinë, atëherë filloi të ftofet, domethënë se ishte në gjendje klerikët atëherë të argumentojnë nga ana shkencore. Ndërsa shekulli 20 pas daljes së teorisë së relativitetit e kuantike ka arritur një gjë të tillë që mund të japë përgjigjen edhe atyre që domethënë që mendojnë se i pari është Lenini, që del Foriuso, në krahasim me Oswaldin, se Oswaldi ka teorinë energjetike, që thotë që Oswaldi thotë është i gabuar se primare është materia. Atëherë, unë jam i detyruar të citoj çfarë thotë një shkencëtar i madh e filozof, Uignoni, tashi, domethënë me fani se po zgjatem pap, ko duhet thotë që primare nuk është materia, po është ideja. E thotë një shkencëtar francez i mirëfit i kohës së sotshme. Thotë se kam vënë edhe në faqe, unë po për fat e ke, do ta gjejmë. Në fillim është materia, thot, shkalla e ulët. Pastaj vjen energjia. Në bazë të teorisë Einsteinit, materia është energji e koncentruar. Ndërsa fusha është energji jo e koncentruar. Pra materia, edhe fusha, edhe materia janë energji. Domethënë fillon me materia që energji e kondensuar, pastaj kalojmë në energji e pastaj është informacioni, thot. Shkencëtar, domethënë edhe filozof i madh. Edhe thot, Henry Bergson ka thënë që gjithësia është një makinë që prodhon perëndim. Edhe me këtë fjalë thot diq. Domethënë që materia është shkalla më e ulët, që është brenda kohës hapësirës, energjia është shkallë më të lartë, pastaj ideja e informacionit. Pse ideja e informacionit? Unë mendoj që ndodhen për shembull tani në Australi. Në moment mendimi shkon atje ka një shpejtësi momentale, domethënë që kalon shumë shpejtësi me dritës. Ose mendoj që jam në hënë. Mendimi shkon atje, pa mendimi është primar. Aspekti logjik, po aspekti emocional? Aspekti emocional është që njeriu ndihet kur bën namazin ke Zoti, ku lutet,
kur agjeron, atëherë ndjen një kënaqësi. Domethënë, dashuria ka tërë shkallë, dashuria për Zotin, është më e larta, besimi ke Zoti, është më pak e ulët, edhe frika nga Zoti është akoma më e ulët, se nuk është puna, ai që do Zotin s'ka pse të ketë frikë. Sepse me që Zoti është i mëshirshëm, atëherë s'ka pse të ketë frikë, gjëna mëkatet e mia me që falës i madh, atëherë do mi fali. Kështu që po të duash Zotin, që është shkalla më e lartë e besimit, atëherë ke edhe besim. Si puna një çifti që të dua thot, një vajzë ose një djalë, domethënë është dashuria, po s'pati dashuri do bëhet konflikt. Po patë dashuri për Zotin, prandaj shkalla më e lartë e besimit. Faleminderit për shpjegimet e deritanishme, po Naçi? Përpara kam diçka në lidhje me atë që ju theksuat, por përpara kësaj uroj gjithë agjëruesit dhe agjëruesit, vëllezërit dhe motrat tona që Zoti t'ia lehtësoj dhe t'i japi nga shpërblimet e mrekullueshme të Tij. Ato që flasin që feja ka kundërshtim me shkencën apo me diturinë, ndoshta nuk e njohin fenë islame. Për shkak se po të shikojmë një mori tekstesh të Kuranit famlar, po edhe nga tradita thëniet profetit ton Muhammed, do të gjejmë që dituria është një nga gjërat më të larta. Dhe do të gjejmë që gjeneratat e para të muslimanëve që ishin njerëz të devotshëm të përkushtuar kanë qenë dhe shumë prej tyre shkencëtar. Nuk do të harrojmë kurrësi që kur kryeangjëlli erdhi me shpalljen hyjnore tek profeti Muhammed, folja e parë që ka drejtuar ndaj tij nuk ka qenë beso, po ka thënë Iqra, lexo, në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Dhe po të shikojmë me vëmendje, në këtë çast hyjnor që kryeangjëlli i thot profetit ton lexo, tregon që Islami nuk është dogëm. Pra nuk është besimtar nëse nuk studion dhe nuk lexon dhe nuk kupton dhe pastaj thua se jam besimtar në bazë të argumenteve që i ke lexuar, i ke medituar dhe i ke kuptuar. Është e veçantë në Kuranin famlar që Zoti asnjëherë nuk i thot profetit Muhammed lutu që të t'jap pasuri, lutu që të t'jap pushtet. Ka një ajet që thot, thuaj o Muhammed, Zoti im më shtot dituri. Në një rast tjetër dhe brenda besimtarëve, në një ajet tjetër, thot i nderoj Zoti të gjithë ato që besuan tek Zoti i gjithësisë, por i dalloi ndërmjet besimtarëve ato që janë më të dijshëm. Vetë profeti Muhammed ka thënë, dituria është detyrë për çdo musliman dhe muslimane. Në një rast tjetër tregohet që ka thënë dituria është nga kur njeriu fillon mendon derisa vjen çasti që ai ndron jetën e kësaj bote. Për këtë arsye në një rast tjetër do të gjejmë thënien e profetit, kush merr rrugën e diturisë, Zoti ia lehtëson atij rrugën për parajs. Sepse njeriu sa më i dijshëm të jetë, sa më i edukuar të jetë, sa më dituri të ketë, aq më të thjeshta e ka gjërat e kësaj bote, aq më mirë do ta njohë Zotin e tij. Dhe duke e parë nga ky raport, atëherë dituria është afër fesë, është njësh me fen dhe në fund fare profeti thot, ne profetët nuk lam pasurinë mbas nesh. Ne profetët mbas nesh lam diturinë. Prandaj trashëgimtarët e profetëve janë dietarët dhe shkencëtarët. Sërish me ju doktor. Ju bët një shpjegim elitar, po themi, të madhështisë së Zotit. Por jo të gjithë njerëzit janë të një nivelit të tillë që mund të kuptojnë shpjegimet e tua. Unë e vash me tepër që ata që janë intelektualë ateist. Atëherë, një njeri i thjesht, pa ndonjë dije kush e di se çfarë, si mund ta rrok madhështinë e Zotit? Shumë thjesht. Zoti është krijuesi i gjithçkaje. Po flasim si thjesht. Zoti ka krijuar të gjitha, vetë nuk është krijuar, se është jashtë kohës dhe hapësirës, siç e thash. Zoti është i plot mëshirshëm, mëshirë absolute. Domethënë, fal gjithçka, çdo mëkat, se gjithë njerëzit që nga uri pari që po flaskim mëkatuar, duhet jemi të saktë. Vetëm Zoti është pa mëkat. Atëherë, çdo gjë kur njeriu edhe në mënyrë instiktive bie në një pozicion të vështirë, atëherë drejtohet Zotit, nuk i drejtohet për shembull një politikani ose drejtohet Zotit se e ndjen në mënyrë instiktive, në mënyrë shpirtërore, që në lindjen e vet, që aty mund të gjej prehje. Derisa, po ta titullojmë, Zoti është dashuri absolute. Pse është dashuri absolute? Sepse, si ata që janë të ki, si ata që janë të mirë, djerë diellin, u jep frutat. Domethënë, Zoti është edhe për ata që devijojnë, i trajton me diellin, me dritën, me njësoj. Ndërsa njeriu, ky është armik, domethënë do krijojë një farinati, ai që se përkra, ose ai që nuk të favorizon, do krijojë një negativitet. Që Zoti është një dashuri absolute, edhe bile një durshmëri absolute për arsye se Zoti pret që njerëzit të kthehen nga mëkatet e tyre. Jo të dënojnë më njëherë. Tani ai i vetëm një është që nuk falet. Nëse mohon Zotin,
domethënë sikur të mohosh atë që ka lindur, se Zoti ka krijuar gjithë. Nëse mohon Zotin, atëherë është njësoj sikur bile shumë më e keqe se kjo, sikur një fëmijë të mohoj baban edhe nënën që ka krijuar, domethënë ai është jashtë çdo koncepti elementar e minimal. Faleminderit. Zoti Naçi, nga pikpamja teologjike, madhështia e Zotit, si afirmon Zoti vetveten dhe si i drejtohet njeriu për të afirmuar madhështinë e vetvetes gjithmonë në terma absolut? Sipas konceptit kuranor, fetar, po dhe sipas logjikës së thjeshtë, nuk është gjë e vështirë për çdo lloj shtrese njerëzore që të kuptoj madhështinë e Zotit, sepse çdo ditë sapo zgjohemi, sapo shikojmë, shikimi është një nga krijimet madhështore të Zotit. Në kohën që përshëndesim dikën mirëmëngjes, kemi shprehur madhështinë e Zotit që i ka dhënë njeriu të folurin. Në kohën që fillojmë mendojmë, kjo është një nga mrekullitë e mëdha të krijimit madhështor të Zotit, kur ecim, kur lëvizim, kur jetojmë, zemra e njeriu, qarkullimi i gjakut, qelizat e tij, të gjitha elementet e tij, madhështia e Zotit janë. Njeriu mbasi del nga shtëpia e tij, vazhdon ballafaqohet me madhështinë e Zotit, është tjetër gjë që një pjesë e njerëzve e harrojnë. Dielli është element i madhështisë së tij. Qielli është element i madhështisë së tij. Rret janë element i madhështisë së tij. Pemë dhe gjelbrimi dhe oksigjeni që ato nxjerrin është element i madhështisë së tij. Të gjitha kodrat edhe malet janë elementi i madhështisë së tij. Kur vjen nata, yjet edhe hëna me fazat e saj janë një element i madhështisë së tij. Zbulimet e fundit të planeteve, të galaktikave janë element i madhështisë së tij. Zoti në Kur'an drejtohet qartë dhe shumë herë dhe thot: a nuk e shikoni tokën se si e kemi shtruar? A nuk e shikoni kodrat se si i kemi vendosur? A nuk e shikoni flakëruesin që flakëron në qiell për diellin? A nuk e shikoni shiun se si ne e zbresim në mënyrë të mrekullueshme? A nuk e shikoni se si e sjellim natën dhe ja u bëjmë mbulesë që ju të fleni në mënyrën më të mirë? Imagjinoni një njeri në mënyrë të thjeshtë shkon darkë të shtëpinë e tij dhe përpara se të flej duhet të fikë dritën, që thjesht flej rahat, të flej i kënaqur. Ç'është mendimi kur Zoti i gjithësisë lëviz diellin në anën tjetër të perëndoi që të vijë nata dhe ne të qetësohemi? Ç'është mendimi atij që fik dritën e tij dhe atij i cili lëviz në mënyrë të madhërishme diellin? Të janë lëvizjet e Zotit të gjithësisë, të janë argumentet e Zotit të gjithësisë, i cili thotë: ja u zbresim juve me bollëk shiun, ku keni kopshte dhe burime dhe gjelbrime dhe fruta të mrekullueshme. Çdo gjë nuk argumenton asgjë tjetër përveç se madhështisë së Zotit. Gabimet tona ngelin tek ne. Ne herë madhërojmë vetveten tonë, ne herë madhërojmë pushtetin, ne herë madhërojmë pasurinë, ne herë madhërojmë pasionet tona. Në të vërtetë, madhërimi real, universal dhe absolut i takon Zotit të gjithësisë. Ne muslimanët, ne besimtarët edhe besimtarët, kemi kuptuar që në të vërtetë madhërimi i padiskutueshëm i takon Zotit të gjithësisë, atij i cili është i gjallë edhe nuk vdes kurrë, atij i cili është i plot fuqishëm dhe i gjithëpushtetshëm, atij i cili është me drejtësi absolute dhe i paqshëm universal, atij i cili është i dashur me krijesat e tij, po dhe i drejtë dhe ndëshkues, atij i cili i takojnë emrat edhe cilësitë më të mira. Ai thot në Kur'anin famlar: është i gjalli, është i përjetshmi, është i plot fuqishmi, është i shenjti, është mbizotruesi, është shpikësi, është formsuesi, ai është krijuesi i qiellit dhe i tokës, ai ka emrat më të bukur, ai është falsi dhe ai është i drejti. Pra po ta shikojmë në gjithë këndvështrimet, ne në çdo aspekt jetës tonë nuk vërtetojmë asnjë gjë tjetër përveç se madhështinë e tij. Problemi njerëzor është që ai devijon nga rruga e vërtetë. Njerëzit pyesin: kush është Zoti? Zoti thot Kur'an: thuaj Zoti është një. Të gjithë kanë nevojë për të, ai nuk ka nevojë për kënd. As nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, dhe atij askush nuk është i barabartë. Thënë: ku është madhështia e Zotit? Thuaj thot në Kur'an: Zoti është një dhe një i vetëm. Ai është Zoti i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Atë nuk e ka pas kotja dhe as gjumi, çfarë kanë qejë në tokë është vetëm e tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek ai pos me lejen e tij? Ai din të tashmen dhe të ardhmen, të tjerë din shumë pak nga dituria që ka ai. Atij i takon madhështia, atij i takon lartësia. Ai është i cili ka krijuar gjithçka, ai është që e kontrollon gjithçka, ai është që ushqen mbar botën, jo vetëm një herë në ditë, por nga 3 herë. Ai është i cili pasuritë e tij i ka hapur. Prandaj na drejtohet edhe thotë: drejtoni Zotit juaj, si ju ka dhënë pa bërë ju asgjë. Nëse ju bëni besimtar, nëse ju faleni, nëse ju agjëroni, atëherë dijeni se pasuritë e Zotit kur nuk mbarojnë. Njeriu i mirë shpreson poshtë, e ul kokën poshtë, por ne nuk kemi kafsh. Ne Zoti na ka dhënë një qendrim korrekt të drejtë. Të jetojmë dhe tokën, po të shikojmë dhe qiellin. Të dimë të jetojmë për veten tonë, po ta besojmë edhe Zotin, ta adhurojmë atë dhe ta madhërojmë, na japi dhe të vazhdojmë nga mirësitë e pakufishme që ai jep njeriu. Desha të them në një përkufizim, çdo gjë
argumenton madhështinë Ndaj dhe ka dhe fuqishmërinë e vlerë të madhe Zotit. meditimi në Islam Pa diskutim. për t'i zbuluar gjitha këto? Sepse njeriu shikon, si në Kur'an thohet ato shikojnë, po janë të verbër. Ato dëgjojnë, po janë të shurdhët. Njeriu duhet shikojë dhe dëgjojë, pastaj ti meditojë ato. Pastaj duhet mbi gjitha edhe një zemër e pastër. Ka diçka për na thënë dhe aktori i madh Reshat Arbana me interpretimin e tij rreth kësaj teme, madhështisë së Zotit. Ta ndjekim. Dëgjojmë shpesh të thuhet që Zotin nuk e shikojmë, e si atëherë të besojmë. Po përse nuk ule një herë o njeri të meditosh, të paktën një herë për madhështinë e krijimit të gjithësisë. Medito pra rreth madhështisë së krijimit të Zotit, se meditimi është drita e besimit. Përse ja dha Allahu mendin? Nëse nga qielli do na binte shi i kripur, apo nëse në ujërat e ëmbla të tokës do ndjenim kriptëzimin e tyre. Mos të duken këto të zakonshë, ulu o njeri edhe medito. Vëzhgo lindjen e diellit pas namazit sabah. Shiko se si Allahu ndërthur natën me ditën dhe ditën me natën, se si zbret nga qielli shiun e gjallëron tokën e jetën. Mendo se çdo të ndodhte, nëse nga qielli do na binte shi i kripur, nëse ujërat e ëmbla në tokë do të ishin të kripura. Mos të duken të zakonshme këto? Shikoni se si Allahu ka ndërtuar gjithësinë. Le ta fillojmë me diellin. Dielli është një reakcion të vazhdueshëm. Prodhon 27 milion gradë. Është 1.200.000 herë më i madh se sa toka. Është 93 milion larg e megjithatë, drita e tij arrin tek ne për 8 minuta. Brenda 1 sekonde përshkon një rrugë që njeriu do t'i duhet ta bënte për 500 vjet. Por ne jemi plotësisht të varfër. Dëgjoni se ç'thot në librin e tij Allahu. Vallë ju jeni më të vështirë për të krijuar apo qielli? Ai e vërtetoi atë, ja ngriti kupën dhe e përsosi atë. Le të shohim yjet. Galaktika e rrugës së qumshit përmban 200 milion yje. O sa shumë galaktika të tilla ka. Në një ajet kuranor, Allahu thot, betohem për vendodhjen e yjeve dhe të mos harrojmë se gjithësia gjendet vazhdimisht në lëvizje, është në zgjerim të vazhdueshëm. Në ajetin kuranor thuhet, qiellin e krijuam me fuqinë tonë dhe e zgjerojmë atë. Globi ynë mbrohet nga goditjet e meteorëve nga shtresa atmosferike. Pesha e një meteori është 50 milion ton. E këto i gjejmë në Kur'an ku Allahu thot, ne e kemi bërë qiellin çati të sigurt dhe të mbrojtur më së miri. A e dini se nëse hëna do të afrohej më shumë me tokën, do të na mbytnin detet për shkak të baticës, e nëse ajo do të largohej, detet do të thaheshin. Dëgjojmë gjithë këto mirësi dhe prap i thyejmë urdhrat e tij. Këto ishin fare pak shembuj, se ato janë pafund e pambarim. A e pe pra më së fundi mbretërinë e Allahut, qiejt dhe tokën e tij, po mëshirën e tij ndaj teje, po fuqinë e tij. Po ti ku je? Më thuaj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Palmanova, një oazë i pakrahasueshëm afër kryeqytetit. resorti i vetëm në Shqipëri, hapësirë pafund, Ambiente moderne, ku shija përqafon luksin dhe komoditetin. vera këtë vit bëhet e paharrueshme tek Palmanova Resort. Palmanova, lehtë për të gjetur, vështirë për të harruar.
Mbas interpretimi të aktorit të madh Reshat Arbana, do kemi një lidhje me studion numër 2. Përshëndetje Aida. Përshëndetje Ermir, jam këtu në studion numër 2 me të ftuarit e mi, me të cilët do t'jemi përgjatë gjithë kësaj puntate me temën të cilët ju sapo prezantuat për trajtim, Madhështia e Zotit. Faleminderit. Fjala për ju. Faleminderit. Atëherë kemi një pyetje për ju, doktor. Ku dallohet dhe ku evidentohet mrekullia e krijimit ose madhështia e Zotit në trupin e njeriut? Pikërisht në trupin e njeriut. U kuptova. Madhështia e Zotit në trupin e njeriut, me qenë se njeriu është qenia më e lartë e krijimit, domethënë shkalla më e lartë e krijimit, duket që njeriu mendon, ndjen, ka arsyetim, domethënë si qenie më e lartë që nuk e kanë kafshët të tjerë, kafshët janë në shkallë më e ulët. Domethënë një krijesë e përsosur. Edhe njeriu kur bie në pozicion të vështirë, atë i drejtohet Zotit. Unë si mjek që jam, që kam një eksperiencë të gjatë, kam konstatuar që gati gjysma e sëmundjeve psikike vijnë nga veprimi i gjindëve në organizmin e njeriu. Gjërat konstatuar nga unë në praktik. Edhe po shfaqet dhe shenjat e vogla, çfarë janë si gjysma e psikiatrisë. Janë veprimi i gjindëve. Po them 5 mënyra të veprimit të gjindëve, shkurt. Gjindi me që është qenë energjetike, futet brenda, futet energjia edhe del jashtë. Njeriu ndjen një ankth, një shqetësim, edhe me kalimin e kohës del gjindi dhe energjia. Metoda e dytë, mënyra e dytë, futet gjindi brenda, ikën po energjia ngelen një moment me tutje. Veprimi i tretë është kur futet gjindi, jo në mënyrë simetrike në sistemin nervor, po futet brenda, edhe ankth, edhe shqetësim. Mënyra e katërt është kur vendoset në mënyrë simetrike në sistemin nervor. Atëherë ai që vuan thot, nuk jam unë thot, po është një zë që më thot, është një mendim që më vjen imponuar, është gjindi që vendoset simetrikisht në sistemin nervor dhe dublon personalitetin. Edhe vetë fjala skizofreni do thot çfarje. Pra skizofrenia nuk është gjë tjetër, është vendosja e gjindit në pozicion simetrik me sistemin nervor. Edhe e fundit është kur gjindi vendoset komplet e bllokon sistemin nervor dhe ai del jashtë lojë, nuk është në gjendje të arsyetoj. Tani, gjithë kjo që thash, nuk kurohet ben ilaçe, unë kam përdorur dhe ilaçe edhe përsëri e smur. Atëherë ka mënyra tjera të veprosh këtë gjindet, që është një procedurë gjë, ai shërohet, unë kam pa me qindra ara, me dhjetra, me qindra ara. Si është kjo mënyrë? Me ajetet kuranore, me endet fetare, del gjindi dhe ai shërohet. Që ka bërë ilaçe nga me të ndryshme, unë i kam pa vetë të smurët e tillë. Edhe kam bërë një studim, e kam deklaruar dhe një libër, që çdo njeri që smurët nga një sëmundje psikike në fillim, në 99.9% të rasteve shef gjarpërin në ëndër ose në gjendje zgjimi. Gjarpët përfaqëson djallin. Domethënë, simbolikisht është prekur nga gjindet. Është konstatimi im që kam shkruar në një libër. Po të shikosh çdo njeri psikik në fillim do të shohë gjarpërin ose në ëndër ose në realitet. Po vetë ndërtimi organik i njeriu. Ndërtimi i organizmit është i tillë që po të pranojmë me shpirtin dhe trupin. Edhe gjithmonë shpirti është ndërlidhjes midis materës, trupit material edhe Zotit. Domethënë është një hall ndërlidhje që ka logjikën, emocionet edhe instinktet, që është pjesa më e fundit, instinkta që riprodhimit. Pra, këtu kemi të bëjmë me një kur vdes njeriu, atëherë nuk ka gjë tjetër ndarje midis trupit dhe shpirtit. Disa thonë që materia është primare, shumë thjesht, kur vdes njeriu, ne shohim materën, shohim trurin, shohim të që është i shtri, po ne shohim si njeri, po çai mungon këtu. Domethënë që s'është materia primare, materia është atje, ndërsa çka ka ikur ti njeriu kur e shohim pas vdekjes, ka ikur një gjë tjetër që është më e lartë. Pra, njeriu si qeni më lart përfaqësohet nga shpirti. Shpirti lidhet direkt me Zotin. Se Zoti vet i di, domethënë ka një që se ka asnjë mendim njerëzore që merr mendime të fshehta të zemrave të njerëzve. Domethënë di çfarë mendon, çfarë bën, edhe e ka të regjistruar kur njeriu kanë shpikur kompjuterat që regjistrojnë, ndryshon nga regjistrimi i Zotit. Regjistrimi i Zotit është direkt, domethënë vepron ke shpirti. Ndërsa kompjuteri, sado që të punojnë do ta drejtoj unë me program, domethënë është prapë njeriu që drejton. Nuk mund të jetë të njëjta gjë. Ndërkohë nga studio numër 2 na vjen edhe një pyetje tjetër për ju, zoti Naçi. Mos dukshmëria reale e Zotit është një
madhështia e tij tjetër? Në këtë formë që ne do ta shpjegojmë, po. Zoti është aq i bukur, aq i madhërisëm, është aq i lartë, sa padyshim duhet një sakrificë. Po përdorni terma të përdorimit të përditshëm, veç faktit që këto terma janë në standarde absolute. Mundet të shprehet akoma dhe më tepër madhështia e Zotit? Normal që Zoti ka folur me fjalët që kanë dhe njerëzit. Po kur themi Zoti shikon dhe njerëzit shikojnë, normal që bëhet fjalë për shikimin, po të ndryshme. Zoti ka shikim absolut, njerëzit kur shikojnë para nuk shikojnë dot mbrapa. Kur themi Zoti është i bukur, bukuria absolute, pastaj të gjitha bukuritë janë të vogla që vetë po ai i ka krijuar. Zoti është i madhërisëm dhe nuk shikohet në këtë botë për një fakt. Sepse Zoti është aq i madh, aq i bukur, sa padyshim ka nevojë për një punë tonë që ta shikojmë. Zoti i gjithësisë do të shikohet në parajs. Parajsa është e gjitha e bukur. Në parajs nuk ka mëkat, në parajs nuk ka vdekje, në parajs është e tëra gjelbrim dhe bukuri, mirësitë e Zotit. Si në këtë botë, po pas një tmet. Të gjitha këto s'kan vlerë kur do të shikohet Zoti i gjithësisë. Pse? Se padyshim ai është Zoti i gjithçka dhe ai është më i bukuri. Dhe ne kemi edhe në këtë botë, nëse ti nuk, për shembull, ka disa njerëz kësaj bote që s'ke shanse, siç është për shembull George W. Bush. Ishte i çudi e madhe që në fushkruaj pan disa nga afër, por në Tiranë s'patëm mundësi. Pra kur një president i një shteti nuk ke mundësi, apo një këngëtar nëse zvlen biletën, nëse nuk shtyresh që shkosh në vendin e parë nuk e shikon dot, po Zoti nuk mund të shikohet në orën 3 që të pëlqen 2 natës, dalësh në dritare dhe ta shikosh. Zoti është shumë i madhërisëm dhe në të vërtetë do të jetë mrekullia më e madhe dhe bukuria më e madhe që dhe standardi më i madh që mund të arrijë njeriu kur besimtarët dhe besimtarët e ndershme do t'i mundsoj Zotit të hyjnë në parajs dhe aty çasti final i parajsës do të jetë kur njerëzit shikojnë Zotin e tyre. Dhe Zoti për të argumentuar veten krijoi gjithë universin që thoshte unë jam krijuesi, por nuk e shfaq veten për faktin sepse është lënë një çast i madh në parajs. Do ta shikojnë vetëm besimtarët dhe besimtarët. Jo besimtarët nuk e shikojnë dot se janë duke u dënuar për krimet e tyre dhe për mëkatet e tyre, por janë të hidhur edhe për diçka tjetër, që s'patën mundësi ta shikojnë Zotin e tyre. Ju faleminderit. Atëherë le të zbresim sërish nga kjo katedër teorike, nëse e quajmë kështu, dhe le të kalojmë tek fusha e emocioneve, e ndjenjave të holla, e përjetimeve të rralla, sigurisht për madhështinë e Zotit dhe mrekullitë e krijimit, sërish me Reshat Arbanën në interpretimet e tij brillante. Ta ndjekim. Folëm për madhështinë dhe mrekullinë e Allahut në krijimin e gjithësisë. Për të llogaritur mrekullitë e panumërta të Allahut, le të shohim se ç'ndodh me krijimin e njeriu. Si je krijuar ti o njeriu? Fillimi yt ka qenë një pikë uji. Pra, ishe një pikë uji dhe ti vazhdon që ta kundërshtosh Allahut. 1 centimetër kub sperm përmban 80 deri në 120 milion spermatozoide. Një mashkull lëshon 3 centimetra kub, pa 500 milion të tilla që një herësh nisen drejt mitrës, por vetëm 500 arrin prej tyre tek veza, e cila bashkë me spermatozoidet e tjera lëshon një sekrecion për të shkrirë me cipën. Por ama veç një spermatozoid depërton në vezë. Kush e udhëzon këtë? Rasia? Kur jo? Po kush pra? Ai pra e krijoi këtë spermatozoid edhe i tregoi rrugën. Allahu thot: ne e krijuam njeriun për një pikë ujë të përzier dhe e bëm atë të dëgjoj dhe të shikoj. I themi të gjitha këto për të sprovuar madhështinë e Zotit. Në ajet thuhet: ai ju krijoi në barkun e nënave tuaja etap pas etape nën 3 perde errësire. Ky është pra Allahu, Zoti juaj. Pika e bardhë e ujit shndrohet në një masë gjaku që ngjitet pas mureve të mitrës
dhe nis të ushqehet, nis të zhvillohet. Në fillim të javës 8 duken, shfaqen muskujt. Në javën 11 shfaqen format e njeriut. Pas 40 javësh, mitra nxjerr fëmijën jashtë. Mos harroni, në fillim të javës së 30, fëmija përmbyset dhe drejton kokën drejt daljes. Dhe çudit nuk kanë të mbaruar. Në 2 muajt e fundit, foshnja fillon të fuz gishtin në gojë dhe fillon të thithat, pra përgatitet për të pirë qumësht. Ishe pra një pikë ujë prej së cilë. Ai është Allahu krijuesi, zanafillsi, ai që çdo gjëje jep trajt, atij i përkasin emrat më të bukur, atë e përlëvdon gjithçka që ndodhet në qiell dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Do na duheshin vite e vite pambarim për të llogaritur mrekullitë dhe madhështinë e Allahut. Ndaj hajde të themi, falënderimi i takon Allahut, ai do t'u tregojë thënit e tij dhe ju do t'i dalloni ato. Madhëria dhe falënderimi i takojnë vetëm Allahut. Palma Nova, Një oazë i pakrahasueshëm afër kryeqytetit. resorti i vetëm në Shqipëri, hapësirë pafund, Ambiente moderne, ku shija përqafon luksin dhe komoditetin. vera këtë vit bëhet e paharrueshme tek Palma Nova Resort. Palma Nova, lehtë për të gjetur, vështirë për të harruar. Kemi mbritur kështu në fundin e puntatës së dytë të ciklit me njerëzit ku temë kryesore patën madhështinë e Zotit dhe mrekullinë e krijimit. Falenderojmë të ftuarit tanë, teologun e njohur Elvis Naçi dhe doktor Arqile Boldi për shpjegimet që na dhanë. Dhe do të rishihemi sërish në puntatën e tretë me një tjetër temë. Mirupafshim.